Ka tretë shqyrtimi projekt ligjit për lëndët plasëse. Ministria e Punëve të Brendshme ka propozuar edhe miratimin e projekt ligjit për lëndët plasëse, i cili synon të vendosë një kornizë të qartë dhe të avancuar për rregullimin, kontrollin dhe mbikëqyrjen e prodhimit, transportit, përdorimit dhe asgjësimit të lëndëve plasëve dhe artikujve piroteknik në funksion të rritjes së sigurisë publike dhe harmonizimit me standardet evropiane. Për më tepër e ftoj përsëri ministrin Sveçla që ta marrë fjalën. Faleminderit, nderuar Kryeministër. Ministria e Punëve të Brendshme propozon miratimin e ligjit të ri për lëndët plase. Ky ligj përcakton kushte dhe kritere për prodhimin, transportin, përdorimin, asgjësimin dhe kontrollin e këtyre lëndëve plase dhe artikujve piroteknik me qëllim mbrojtjen e jetës, shëndetit, sigurisë publike, mjedisit dhe pronës. Gjithashtu, ligji rregullon çështje të rëndësishme për organizimin e aktiviteteve dhe mbikëqyrjen e plotë të zinxhirit të furnizimit deri te përdoruesi fundor. Ky projekt ligj harmonizohet me legjislacionin ekzistues të Republikës Kosovës, duke përfshirë ligjin për procedurën e përgjithshme administrative, ligjin për kundërvajtje dhe ligje të tjera që lidhen me fushën e lëndëve plase. Gjithashtu, ligji është hartuar në përputhje me standardet dhe direktivat e Bashkimit Evropian, duke siguruar përputhshmëri me praktikat ndërkombëtare. Ky ligj ofron një kornizë të qartë, gjithëpërfshirëse dhe të sigurt për menaxhimin e lëndëve plase, duke përforcuar sigurinë publike dhe përputhshmërinë me standardet ndërkombëtare. Prandaj, ju ftoj që ta mbështesni dhe të votoni miratimin e tij. Ju faleminderit. Faleminderit Ministër Sveçla, do fjalën dikush për diskutim? Ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet.